Kryedemokrati Sali Berisha premton reformë të thellë në sektorin e bujqësisë, ndërsa Partia Demokratike ngjitet në pushtet pas 11 majit. Ne do të dyfishojmë buxhetin për këtë sektor dhe do të 4 ose 5 fishojmë subvencionin për fermerët. Do të subvencionojmë çdo hektar të mbjell, pra çdo njësi prodhimi, çdo kokë bagti dhe çdo fidan të mbjellur. Kredi të buta në të cilat qeveria do mbuloj 80% interesit do ofrohen për ju sipas sektorëve. Një mbështetje e veçantë sipas Berishës do të shkojë për eksportuesit e bimëve medicinale, të cilët preken nga tarifa 10% e vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëndrimi ynë ndaj tarifave është negociata me qeverinë e Shteteve të Bashkuara për 0 tarifa. Ne do i vendosim 0 tarifa me kërkesën që qeveria amerikane të na përgjigjet dhe ne me 0 tarifa dhe ju të përfitoni. Por të supozojmë se qeveria amerikane për arsye të veta nuk adapton këtë, ne do kompensojmë ju plotësisht tarifin e eksportit të vendosur nga vendet ku ju eksportoni. Ne duhem ta bëjmë sektorin e bimëve etrovajore ta shumë fishojmë në prodhim, në të ardhura, në punësim, në eksport. Gjatë bashkëbisedimit me prodhuesit e bimëve medicinale, Sali Berisha tha se nën qeverisjen demokratike, punëtorët sezonal do të marrin një pagë bazë për muajt kur nuk ka fluks pune, me qëllim që të mos largohen.